Një operacion i gjerë policor ka shpërthyer në Elbasan dhe në Gramsh duke goditur një rrjet të trafikut të armëve dhe falsifikimit të dokumenteve. Operacioni i koduar organizatori çoi në arrestimin e 3 personave, të cilët dyshohet të jenë pjesë e një grupi kriminal që operonte në këto 2 qytete. Të arrestuarit janë Dimitër Peqini, 59 vjeç, që konsiderohet si organizatori i këtij trafiku të armëve dhe falsifikimit të dokumenteve, Elban Coniku, 52 vjeç, bashkëpunëtor në trafikimin e armëve, dhe Artan Lila, 47 vjeç, i përfshirë në falsifikimin e dokumenteve. Hetimi, i cili ka zgjatur për 4 muaj, është realizuar nga policia e Elbasanit në bashkëpunim me prokurorinë Elbasan. Operacioni i policisë u zhvillua në fshatin Çekin të Gramshit, ku gjatë kontrollit të automjeteve të arrestuarve u gjetën një sër armësh dhe municionesh, saktësisht në bagazhet e tyre u sekuestruan 3 Kalashnikov, 3 mjetrish në 20 fishek luftarak dhe një granat defensive. Hetimet kanë zbuluar se këto armë dhe municione do të trafikoheshin drejt Maqedonisë së Veriut, duke vënë në rrezik sigurinë e rajonit. Po ashtu, në banesën e Artan Lilës, policia gjeti 20 dokumente të falsifikuara, përfshirë pasaporta, karta identiteti dhe lej qëndrimi nga Shqipëria, Bullgaria dhe Maqedonia, si dhe pajisje për falsifikimin e tyre. Ky zbulim i ri hedh dritë mbi një rrjet më të gjerë të falsifikimit të dokumenteve ndërkombëtare. Policia ka vazhduar hetimet për të identifikuar dhe kapur persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, si dhe për të zbuluar shkallën e trafikimit të armëve dhe dokumenteve të falsifikuara. Ky operacion është një goditje e rëndësishme për grupet e organizuara kriminale dhe tregun e palishëm të armëve dhe falsifikimit në Shqipëri.